është shumë e vështirë të gjithë këto flukse t'i bëjmë bashkë për një parti fituese. E vetmja gjë që na mbetet është që zoti Berisha të kuptojë momentin e rëndësishëm historik, të pranojë që kjo parti ka nevojë për leadership të ri, të pranojë fajin që ka futur në listat për grup parlamentar, në rreshterët e tij personal, jo njerëzit që do të votonin shqiptarët, sepse me votimin e kodit zgjedhor në 27 korrik 2024, në fakt ne kemi çuar në parlament 92 deputet të pavotuar. Ky është një parlament sigurisht i mbështetur në kod zgjedhor, por është një parlament jo i shqiptarëve, sepse 92 deputet nuk janë zgjedhur qoftë edhe me një vot. Çfarë parlamenti është ky? Çfarë morali politik ka ky parlament për të kaluar ligje, për të kaluar ky fatet e shqiptarëve në duar, ku ta nuk janë deputet të zgjedhur nga shqiptarët, janë deputet të listës personale të dy kryetarëve.